Territori shqiptar për datën 19 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me lagështi mesatare, të cilat do të sjellin mod të paqëndrueshëm me rreshje të lehta në orët e paradites, kryesisht në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasdite pritet përmirësim gradual me kthjellime të pjeshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor dhe jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metër për sekond në intervale të shkurtra. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 tetor do të jetë në orën 6:50, ndërsa perëndimi në orën 18:02. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 21 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 20 gradë Celsius. Bera, 10 deri në 21 gradë Celsius. Korç, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 23 gradë Celsius.